Kapitulli 10. Pas këtyre gjërave, Zoti caktoi 72 të tjerë e I dërgoi përpara 2 nga 2 në çdo qytet dhe në çdo vend ku do të shkonte ai vet. Dhe u tha: Të korrat janë të mëdha, por punëtor ka pak. Lutuni të Zotit të korrave të dërgojë punëtor në të korrat e veta. Shkoni. Ja, po ju dërgoj si qengjat me sujqërve. Mos merrni me vete as para, as trast, as sandale. Udhës mos përshëndetni as kënd. Në cilën do shtëpi të hyni së pari thoni: paqja me këtë shtëpi. Nëse dikush aty është biri I paqes, paqja juaj do të zbres mbi të. Nëse jo, do të kthehet te ju. Qëndroni në atë shtëpi dhe hani e pini çfarë t'ju shtrojnë përpara, sepse punëtori ka të drejtë të shpërblehet. Mos u endni nga një shtëpi në tjetrën. Në çdo qytet që të hyni e t'ju mirëpresin, hani çfarë t'ju vën përpara. Shëroni të smurët që gjenden aty e u thoni: mbretëria e Perëndisë është pranë jush. Por nëse hyni në një qytet e nuk ju mirëpresin, dilni në përsheshet e tij e thoni: edhe pluhurin e qytetit tuaj që na është ngjitur këmbëve, po e shkundim kundër jush. Por veç ta dini se mbretëria e Perëndisë është afër. Unë po ju them se atë ditë Sodoma do ta ketë më të lehtë se ai qytet. Mjerë ti Korazin, mjerë ti Betsaid. Po të ishin bërë në Tire në Sidon mrekullit që u bën ndër ju, ata do t'ishin penduar me kohë, duke veshur thas, e duke ulur në hi. Megjithatë, Tiri e Sidoni do ta kenë më të lehtë se ju në ditën e gjykimit. Po ti, Kafarnaum, mos vallë do të lartësohesh deri në qiell? Në ferr do të plandosesh. Kush ju dëgjon ju, më dëgjon mua, dhe kush nuk ju pranon ju, nuk më pranon as mua. Kush nuk më pranon mua, nuk pranon as atë që më ka dërguar. Të 72 dishepujt u kthyen me gëzim dhe I thanë: Zot, edhe djajt na nënshtrohen në emrin tënd. Jezui u tha: E pash Satanin tek binte nga qielli si rufe. Ja, ju kam dhënë pushtet që të shkelni mbi gjarprinj e akrepa, si edhe mbi tërë fuqinë e armikut. Asgjë nuk do t'ju bëj keq. Megjithatë mos u gëzoni që ju nënshtrohen shpirtrat, por gëzohuni që emrat tuaj janë shkruar në qiell. Në atë çast, Jezui u mbush me gëzim nga shpirti I shenjtë e tha: Të falenderoj o atë, Zoti I qiellit e I tokës, se u ke fshehur këto gjëra të urdhve të mençurve dhe u ke zbuluar fëmijëve të vegjël. Po atë, se kështu të ka pëlqyer ty. Gjithçka më është dhënë nga Ati im. Askush nuk e njeh birin përveç Atit, dhe askush nuk e njeh Atin përveç birit, dhe atij të cilit biri dëshiron t'ia zbulojë. Pastaj Jezui u kthye drejt dishepujve dhe u tha veçmës: Lumë syt që shohin çfarë shihni ju. Sepse po ju them se shumë profetë mbretër kanë dëshiruar të shohin çfarë po shihni ju, e nuk I pan. Të dëgjonin çfarë po dëgjoni ju, e nuk I dëgjuan. Atëherë një mësues I ligjit të Mojsiut u ngrit për ta vënë në provë Jezuin dhe I tha: Mësues, çfarë duhet të bëj për të trashëguar jetën e amshuar? Jezui I tha: Çfarë shkruhet në ligjin e Mojsiut? Çfarë lexon atje? Ai ju përgjigj: Duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde, e me gjithë mendjen tënde dhe duaje tjetrin si veten. Jezui I tha: U përgjigje drejt. Bëj kështu e do të jetosh. Por ai, me qenë se donte të jepte të drejtë betës, I tha Jezuit: Kush është tjetri? Jezui ju përgjigj: Një njeri po zbriste nga Jeruzalemi për në Jeriko, dhe ra në duart e kusarve, që e zhveshën, e rrahën, e pastaj ikën dhe e lanë gjysmë të vdekur. Rastësisht një prift po zbriste asaj rruge, dhe kur e pa, kaloi në anën tjetër. Po kështu edhe një levit, kur arriti tek ai vend edhe e pa, kaloi në anën tjetër.
Por një samaritan që po udhtonte andej, ju ofrua dhe kur e pa ndjeu dhe mshuri për të. Shkoi tek ai, i derdhi vaj e verë mbi plag dhe ja lidhi. Pastaj e ngarkoi mbi kafshën e vet, e çoi në një bujtin dhe u kujdes për të. Të nesërmen nxori 2 denar. I dha të Zotit të bujtinës e i tha: kujdesu për të, dhe kur të kthehem do të paguaj për çfarë të shpenzosh më tepër. Cili prej këtyre të treve mendon ti se u bë tjetri për atë që ra në duart e kusarve? Ai tha: Ai që tregoi mëshirë. Jezui i tha: Shko e bëj edhe ti kështu. Ndërsa po udhtonin, Jezui hyri në një fshat ku një grua me emrin Marta e priti në shtëpi. Ajo kishte një motër që quhej Mari, që ul te këmbët e Zotit dhe dëgjonte fjalët e tij. Por Marta ishte e zënë me punë të shumta, prandaj erdhi te Jezui e i tha: Zot, a nuk e vere se motra ime më ka lënë ti bëj të gjitha punët vetëm? Thuaj pra të më ndihmoj. Por Zoti ju përgjigj: Mart, Mart, ti je shqetësuar dhe e zënë me shumë gjëra, por vetëm një gjë është e nevojshme. Maria zgjodhi pjesën më të mirë, që nuk do t'i merret.